Pak kam punu, pak kam bërë, nuk e modest. Unë jam besimtar. Aty nuk kam dilemë, se e kam pa dritën e Zotit. Vërtet po, pra është tregim tjetër. E kam shkruaj tash librin, ku atë e përshkruaj. Edhe aty nuk kam kur pa dilema. Edhe më dhimbse njerëzit që janë besimtar. Më dhimbse. Mjerë janë, vërtet po. Po kam frikë me shku te Zoti, sepse ka dhanë shumë mundësi e unë s'kam pas gjë. Krahasim me atë se sa mundësi më ka dhanë. Ma ka dhanë shëndetin, e unë vetëm kam qenë shqiptar. E të mërshme. E të mërshme. Po këte s'ka mujtë me te i kalu kur, jam shqiptar. Jam ka pengu edukatën, shumë të keqe e kam pas. Krahasim me atë se që ka unë jam, duhet mjene mi vesh që ka po pkasë. Një kur të ka dhanë Zotit me mundësin, u bë shumë në akt shumë i madhë, edukatën me qenë këtu, e ti vendosësh me qenë këtu, ta është vuaj për atë se s'kam po asë gjë njetë. Për atë arsyet, ma ka lanë me jetu edhe një qika, 2 qika, dhe në 3 qika, duhet do shta me këthy me ndo një shkrim, ndo një dramë, se s'pokullëzoj me vdek s'pokullëzoj, apo më besoni? Kur që s'këm bo njetë, shumë pak këm bo. Kur që s'këm bo, s'pokullëzoj me vdek. Që do dilema dhe pak, dhe i s'ka të boj se në gjuna atje për shës vendi mirë, kjo është me qka po mirem.